Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka kërkuar në gjykatën e posaçme të korrupsionit dhe krimit të organizuar zëvendësimin e masës së sigurimit arrest me burg me një masë më të lehtë, duke ofruar një garanci pasurore prej 20.000 eurosh për lirimin nga qelia. Kjo kërkesë vjen rreth 2 vite pas arrestimit të tij nga SPAK në ndyshimet për disa vepra penale. Beqaj akuzohet për korrupsion pasiv, shkelje të procedurave të tenderave, falsifikim dokumentesh, mashtrim me pasoja, mashtrim në bashkëpunim dhe fshehje të pasurisë. Ndërkohë të martën, gjykata e posaçme rrëzoi kërkesën e bashkëpunëtorit të tij, Ermal Kurtulait, për ndryshim të masës së sigurimit arrest me burg me një tjetër masë më të lehtë. Sipas SPAK, gjatë kohës si drejtori i përgjithshëm i SPAK, Beqaj kishte urdhëruar Kurtulain të realizonte prokurime fiktive në kundërshtim me ligjet e BE-s. Tenderat, sipas hetimeve, bëheshin vetëm për efekt dokumenti dhe më pas përfundonin tek kompani të lidhura me Ilir Beqajin, duke ngritur dyshime për përfitime të paligjshme.